I nderuar drejtori i shkollës sonë, të nderuar zyrtar të drejtorisë së arsimit, të nderuar mysafir, të nderuar mësimdhënës, të dashur nxënës dhe ju të pranishëm. Mirë se erdhët në festën madhështore të shkollës sonë. Sot shkolla jonë e Mindoraku shënon 70 vjetorin e themelimit, duke ju uruar ditën e shkollës, vatrën më të madhe të diturisë dhe duke vlerësuar lart të arritura gjatë viteve në arsimimin e brezave. Shkolla jonë ka përgatitur një program të pasur kulturo-artistik. Sayın okul müdürüm, saygıdeğer protokol, sayın müdür yardımcımız, değerli öğretmenler, saygıdeğer veliler ve siz sevgili öğrencilerimiz. Okulumuzun 70. yıl dönümü vesilesiyle hazırlamış olduğumuz okul günü programına hoş geldiniz. Okulumuz çalışmalarına 1955 yılında başlamıştır. İlk yıl okulumuzda 19 şubede 674 öğrenci ders görmekteydi. 15 Ekim 2009 tarihinde okulumuz yeni binasına taşındı. Okulumuzda Arnavutça ve Türkçe olmak üzere 2 dilde eğitim verilmektedir. Toplamda 50 şube olup dersler 2 devrede yapılmaktadır. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1639 öğrenci öğrenim görmektedir. Okulumuzda çağımıza uygun fizik, kimya, biyoloji, teknoloji laboratuvarlarının yanı sıra zengin bir de kütüphanemiz ve ana sınıfımız bulunmaktadır. Öğretmenlerimiz yeni yöntem ve tekniklerle öğrencileri geleceğe hazırlamaktadır. Okulumuzun bugünlere gelmesinde bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Şimdi okulumuz öğrencileri tarafından hazırlanan programı izleyeceksiniz. İyi seyirler dileriz. Ftojmë për një fjalë rasti drejtorin e shkollës sonë, Magjistër Rahim Bekteshi. Të nderuar kolegë, të nderuar nxënës, prindër, mysafir të nderuar, përfaqësues të institucioneve, miq, bashkëpunëtor të shkollës sonë, të nderuar organizata të dalë nga lufta, kam nderin dhe privilegjin e madh që sot në këtë ditë të shënuar t'ju përshëndes në emër të shkollës së Mindoraku në jubileun e 70 vjetorit. Kjo është një ditë që mbush me krenari, jo vetëm historinë e institucionit tonë, por edhe zemrat e gjithë atyre që kanë qenë dhe janë pjesë e kësaj familje të madhe arsimore. 70 vite më parë u hodhën themelet e një shkolle që do të bëjë vatër e dijes, e përkushtimit dhe e vlerave. Këto themele u ngritën mbi shëmbëltyrën e dashurisë, shpresës dhe rezistencës për arsimin në gjuhën mëm, që atëherë e deri sot e Mindoraku ka qenë jo vetëm një qendër arsimimi, por edhe një institucion i edukimit të brezave me dije, kulturë, respekt dhe dashuri për atë. Ajo për 7 dekada që atëherë deri më sot do të thotë e Mindoraku ka qenë jo vetëm një qendër arsimimi, por edhe një institucion edukimit i brezave me dije, kulturë, respekt, dashuri për atë. Ajo për 7 dekada të tëra ka qenë portë e madhe në të cilën kanë hyrë voglush kurreshtar dhe kërkues, e të cilit kanë dalur nga ajo derë e madhe si individ të përgjegjshëm, të edukuar dhe të gatshëm, të shpërndar në përbot në dijen e vlefshme, të fituar në bankat e kësaj shkolle. Sujeu i kontributit shumë vjeçar të njerëzve, punëtor, është një shkollë moderne e pajisur me kabinete shkencore, teknologjike, me tabela digjitale, projektor, sala moderne sportive, hapësira atraktive, pajisje të avancuara didaktike, të gjitha në shërbim të talentit të nxënësve të shkollës sonë. Për gjatë këtyre viteve, fal kontributit të çmuar të një korpusi profesionistësh, altruist, shkolla e Mindoraku është ndruar në një ambient të sigurt
dhe modern për nxënësit tanë, në të cilën janë implementuar metoda bashkëkohore të mësimdhënies që janë përgjigjur sfidave të kohës. Gjurmë të misionit e realizuar në luftë e paqe janë triumfët e nxënësve tanë në garat komunale, rajonale, kombëtare, në lëndët shkencore, gjuhësore, artistike dhe sportive. Për gjatë viteve, këta nxënës kanë dëshmuar bashkë rezistencën e disiplinës, kreativitetit dhe përkushtimit të ngjyrosur me nuancat e atë dashurisë. Por më e rëndësishme nga të gjitha është fryma që mbizotron brenda mureve të kësaj shkolle, një frymë e bashkëpunimit, respektit, miqësisë dhe dashurisë për dijen. Kjo është trashëgimia jonë më e çmuar, amaneti historik i cili si hon nga brendia shekujve na kthen në naturalitetin i lirë, vetëm përmes dritës së dijes dhe edukatës. Lavdi shqiptar do të qëndrojë stoik përballë tufaneve armike. Sot në këtë 70 vjetor, ne nuk festojmë vetëm të kaluarën. Kjo ditë shënon vazhdimsinë e tregimeve të suksesit të individëve të ardhmës, le të jetë kjo ditë e një premtimi të vazhdimit të traditës së sukseseve kolosale, lindur nga pasioni për punë dhe përgjegjësia për të ndërtuar një shkollë akoma më cilësore, më gjithëpërfshirëse dhe të përgatitur për të përballuar sfidat e një bote të ndryshme në vazhdimsi. Në fund, dua të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar në rrugtimin tonë, të mësuesit dhe ish mësuesit, nxënësit dhe ish nxënësit, prindrit, drejtuesit dhe partnerët institucional që kanë qenë gjithmonë pranesh. Kontributi juaj është më së çmuar dhe bashkëpunimi juaj është padyshim nyje kyçe për standardin që sot përfason shkolla e Mindorakut. Ju falenderoj. Në këtë jubilej të 70 vjetorit të shkollës sonë, ne kemi përgatitur disa lavdata dhe mirënjohje për mësimdhënësit. Ju ftojmë këtu në skenë mund të shpëndajmë. Me rastin e 70 vjetorit, shkolla ka ndarë mirënjohje dhe lëvdata për mësimdhënësit dhe nxënësit e dalluar. Nga cikli i lartë, mësimdhënësja e dalluar është përzgjedhur Erleta Limani Kryezi, të cilin e ftojmë të bëjë shpërndarjen e mirënjohjeve dhe lëvdatave në vazhdim. Ju faleminderit shumë për çmimin e ndarë. Më lejoni të shfrytëzoj rastin që përcjell fjalën përshëndetse të një miku të ngushtë të shkollës sonë, zotri Xhavit Rexhaj, i cili është një njohës i arsimit, një njohës i lartë i arsimit, dhe ai na drejtohet në këtë ditë me këto fjalë. I nderuar zotri drejtor Rahim Bekteshi, në pamundësi të jem me ju në këtë ditë të shënuar për shkollën tuaj dhe për arsimimin në Prizren, më lejoni t'u auroj 70 vjetorin e themelimit dhe të shpreh konsideratën time të thellë për ju e për kolegët tuaj përmes këtij mesazhi. Më duhet të theksoj se të gjithë ju së bashku tashmë keni krijuar një traditë të kulturës së punës, të cilësisë, të respektit e të multikulturalitetit në shkollën tuaj e në shkollën time. Kam nderin të ju lusë të më lejoni që të konsideroj veten një prej jush. Ju e kolegët tuaj keni krijuar tashmë atë që unë e quaj shkollë transformuese. Arritje e rrallë në kushtet në cilat veprohet në Kosovë. Vetëm entuziazmi dhe energjia juaj e pashtershme e bën këtë të mundshme. Me nderime në këtë 70 vjetor të shkollës i juaj Xhavit Rexhaj. Shkolla jonë me rastin e manifestimit të 70 vjetorit të themelimit ka përgatitur disa lëvdata dhe mirënjohje për mësimdhënësit dhe nxënësit e dalluar. Ftojmë në skenë zëvendës drejtorin Akif Gash që të bëjë tërheqjen e mirënjohjes së tij. Njëkohësisht. E ftuam me qëllim të parin zëvendësin, sepse ai dhe të gjithë stafi kemi ardhur me një ide, me një befasi për drejtorin e shkollës, i cili deri në këtë çaste nuk ka qenë i njoftuar për një plaket që i kemi bërë për këtë ditë,
në shenjë falënderimi për përkushtimin dhe profesionalizmin e treguar në madje edhe në kushte të jashtëzakonshme. Ju faleminderit. Ndërka shkolla jonë ka qenë nderuar që ti ishte përzgjedhur pra si mësimdhënëse më e dalluar në nivel komunal, mësimdhënësja Esin Metlilo, të cilin e ftojmë në skenë. Mësimdhënësja më e dalluar nga cikli i ullët është shpallur mësuesja Luljeta Temaj, si dhe klasa e saj, një nga klasat e dalluara të shkollës. Ndërkohë, në shenjë falënderimi për punën dhe për kushtimin e tyre, mirënjohje u ndahen edhe asistenteve për fëmijë me nevoja të veçanta zonjës Lumnie Vokshi Morina dhe Eksona Gashi, për punëtorëve teknik Fatlinda Çollaku dhe Milain Krasniqi, si dhe mësimdhënësve nga cikli i klaseve në gjuhën turke, Ajshe Ligavçe dhe Hijran Jorgançi, të cilat i ftojmë në skenë. Lira Bytyçi. Dhe Fatlinda Çollaku. Vazhdojmë tutje për nder të ditës së shkollës. Shkolla jonë ka bërë përzgjedhjen e nxënësve më të dalluar nga paralelet në gjuhën shqipe dhe në gjuhën turke, ku si nxënës më të dalluar nga paralelet në gjuhën shqipe janë nxënësit Atom Sherifi dhe Anuar Krasniqi, kurse nga paralelet turke Mert Shajkovski dhe Evra Pupus, të cilët i ftojmë në skenë të marrin mirënjohje të tyre. Me këtë rast, është bërë përzgjedhja e nxënësve më të dalluar nga secila paralele klasave fillore dhe të mesme të ulta. Unë do i lexoj emrat një nga një dhe ftojmë një përfaqësues, një mësuese që të bëjë tërheqjen e tyre dhe një arsimtare nga cikli i mesëm i ullët. Nga klasat fillore, Djeli Shala, Martin Lekaj, Anuar Gjemallari, Dalin Shala, Raja Gabazaj, Hira Halili, Ron Baldedaj, Bardha Memaj, Hira Tapallari, Sjar Hoxha, Bardha Beqaj, Melos Morina, Ikra Bytyçi, Bledar Krasniqi, Ubejt Shporta, Enuar Muja, Azat Salaj, kurse nga paralelet turke, Nilda Zajmi, Aral Kovac dhe Balim Opoja. Ftojmë mësuesen Selvia Plakiqi të bëjë tërheqjen e tyre. Kurse nxënësit më të dalluar nga klasat e mesme të ulta janë Stina Koqinaj, Rubin Mazreku, Ejona Ramadani, Rea Krasniqi, Bojken Tapallari, Anila Ligolaj, Hena Halili, Art Oseku, Dasar Shala, Ulina Koloni, Djelar Tamuqaj, Aleja Mustafa, Tuana Ajazaj, Art Osmani, Dorian Pejzullahu, Erina Kukaj, Linda Sylbie, Lert Kastrati, Sara Gashi, kurse nga paralelet në gjuhën turke, Arja Shaj Haxhi, Kebir Babionus, Buhara Hajimajun dhe Ulus Kazaz. E ftojmë nxënësen Sara Gashi, njëkohësisht kryetarja e Këshillit të Nxënësve, të bëjë tërheqjen e lëvdatave.
Ndërkohë, me rastin e shënimit të themelimit të shkollës, nxënësit e shkollës tonë të përfaqësuar nga Art Osmani, Zehra Mushmek, Medina Shala, Albertina Qoqaj dhe Aurel Delhysa janë fitues të projektit 3D nga organizata Ponder. Ftojmë Aurel Delhysën që të bëjë tërheqjen e mirënjohjeve. Dhe po me këtë rast është shënuar edhe kuizi dituris me nxënësit e klasëve të 7-ta, në cilën klasa 7-1 është shpallur fituese, me nxënësit përfaqësues Narta Siqeca, Bojken Tapallari, Reze Gashi dhe Idila Pallushi. Ftojmë nxënëse Narta Siqeca që të bëjë tërheqjen e lëvdatave. Dhe për fund, shkolla jonë është përfaqësuar nga 2 nxënëse, Tara Gavazaj dhe Klea Kabashi, në Olimpiadën mbarkombëtare të gjuhës shqipe, të cilat arritën të na përfaqësonin denjësisht shkollën tonë. Prandaj ftojmë vajzat, njërën nga ato që të bëjë tërheqjen e lëvdatave. Një mirënjohje e veçantë e shpreh me këtë rast edhe për koordinatorin e cilësisë Fëllan Zakirajtanin, e cila ka bërë një punë të jashtëzakonshme, posaçërisht në procesin e vlerësimit të performancës mësimore. Ju faleminderit. Në ditën e shkollës sonë, me ardhin e saj na ka nderuar drejtoresha e arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj. Andaj e ftojmë për një fjalë rasti. I nderuar drejtori i shkollës, zoti Rahim Bekteshi, i nderuar zëvendës drejtor Gashi, të nderuar përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, e nderuar drejtoreshe e bibliotekës së qytetit, të nderuar asamblesë, të nderuar kolege zonja Sevil Kazas, të nderuar pjesëmarrës, mësimdhënës, prindër dhe shumë të dashur nxënës. Jam shumë e nderuar sot dhe me një ndjenjë të veçantë, respekti dhe mirënjohje, po ju drejtohem me urimet më të mira për shkollën e Minduraku, sinonim i suksesit të shkollave në Prizren. Gjatë punës, sime për 3 vite sa shërbej si drejtuese e arsimit në Prizren, sa herë që kam takuar dhe kam vizituar këtë shkollë, kam parë që këtu shërbehet me përkushtim, me profesionalizëm dhe integritet, me përullje dhe mirënjohje për secilin mësimdhënës, për ekipën drejtuese të shkollës që bëjnë punën me përgjegjësi të lartë dhe në projektin e fundit, shkolla juaj ka dalë shkolla e cila mund të garoj në nivel evropian. Faleminderit për punën që e bëni çdo ditë. Një falenderim i veçantë sigurisht që shkon për më të mirët tanë, për yjet që shkëlqejnë çdo ditë, që na përfaqësojnë dhe na prezantojnë jo vetëm në garat komunale, në garat e shkollës, po ata kanë shkëlqyer edhe në garat mbarkombëtare, edhe përtej Prizrenit, edhe përtej Kosovës. Duke ju falenderuar punës së mirë të mësimdhënësve, duke ju falenderuar punës së mirë të ekipës organizative, po edhe bashkëpunimit të shkëlqyer që kemi me prend, nxënësit tanë shkëlqejnë, nxënësit e juaj, e shkollës juaj, na përfaqësojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Andaj, në emër të drejtorisë së arsimit, në emër të kolegëve të mi, ju falenderoj për punën që bëni, po kjo punë e shkëlqyeshme nuk do të ishte e mundur pa një ekip profesionale udhëhese,
ashtu si që është Zoti Raim Bekteshi dhe Akif Gash, pa objektivat e tyre të qarta, me vizion të qartë dhe me pritshmëri të arritshme. Duke ju uru sukseset të mëtejshme, ju garantoj se drejtoria e arsimit do t'jetë e gatshme çdo ditë dhe në çdo kohë për t'i dalë në ndihmë secilit mësimdhënës, nxënës, po edhe shkollë. Jo vetëm për Emin Durakun, po për të gjitha shkollat në Prizren. Urime, shëndet dhe suksese më të. Për skenografinë e përgatitur, me përkushtim dhe mjeshtëri të veçantë, falenderojmë 3 edukatorët e shkollës sonë, Arlinda Krasniqi, Esin Metlilo dhe Vlora Hoxha. Programin e vazhdojmë me korin e shkollës sonë, të cilët do ta këndojnë këngën Trim mbi trima dhe Gjua jon Barote Trëndelin.
barotet rëndelin, I ka soton në çdo shkronjë, dëshirën për lini. Çfarë prej quha jona, barotet rëndelin, ai popull historina, dhe quha si këndoj. Çfarë prej quha jona, barotet rëndelin, I ka soton në çdo shkronjë, dëshirën për lini. Çfarë prej quha jona, barotet rëndelin. Quha jona sa e mirë, sa e rëndër, sa e lirë. Thellë në zemrën e zotrimi, mbeti gjuha si kushtrimi, brez pas brezit ti kalon, si diri ty të mbroj. Ai popull historina, e gjuha si këndoj. Çfarë prej gjuha jona, barotet rëndelin, I ka soton në çdo shkronjë, dëshirën për liri. Çfarë prej gjuha jona, barotet rëndelin, ai popull historina, dhe gjuha si këndoj. Çfarë prej gjuha jona, barotet rëndelin, I ka soton në çdo shkronjë, dëshirën për liri. Çfarë prej gjuha jona, barotet rëndelin. Në vazhdim dëgjojmë recitatorët nga cikli ullët paralelet shqipe dhe turke. Më pas programin e vazhdojmë me këngë dhe valle nga paralelet turke. Dhe më pas një pjesë e korit të shkollës sonë nga klasat e 8 dhe të 9 bashkë me solistët do të interpretojnë këngën Ktheu rini dhe Pranë burimit. Ndërsa këngën Marcello do ta këndoj Valbardha Gashi bashkë me një grup nxënësish. Ju dëshiroj mirëseardhje të gjithë të pranishmëve në sallë. Vazhdojmë me recitimin e ciklit të ullët. Shkolla jon sa e bukur, plot me fëmijë, rinë e mbushur, dhe mësuesja me dëshirë na bën zënd shumë të mirë. Atje mësuam shkronjat, lidhje dhe zbritje, mësuam dhe figura gjeometrike. Mama dhe, quhet toka, ku më ka rënur koka, ku më ka dashur më me atë, ku më nje dhe kur I fat, ku kam pastër shtëpinë, ku kam njohur Perëndinë, stërgjyshet ku kanë qenë, dhe varret që kam vënë, ku jam rritur me thërrime, ku kam folur gjuhën time, ku kam fise, ku kam farë, ku kam qeshur e ku kam qarë, ku roj me gëzë dhe me shpresë, ku kam dëshirë të vdes. Shkolla ime, dritë në mëngjes, çdo hap aty më qon, drejt suksesit, në panka tua, ëndrat nisin, në fjalët e dijet, kur sarrohen, zëri mësuesës, si këngë e bukur, na mëson me zemër, pa bërë kur, shokët e klasës, si një familje, në çdo buzë qeshje, rritet dashuria, o borri yt, vend, lojëra është plot jetë, ku koha fluturon si zogi letë, në çdo mur ke një kujtim të artë, një copë fëmijëri, një ndjenje të pastër. Shkolla ime, një shtëpia e dytë, ti më mëson të flas, të shkruaj, të falem për gjithçka që më jep, në zemrën time do të mbetesh për jetë. Shkolla ime, sa të dua ty, o shkolla ime.
gëzime, mësimet e bora, tek ti mora. Sot i lumtur jam, ty që të kam, në ditën tënde, në këtë 7 vjetor, unë Xhenasi Ytroni, të kujtoj gjithmonë. 70 vjetor i shkollës tonë. Në zemër të Prizrenit një shkollë shkëlqen. Shkolla e Mindoraku udhëheqëse e dijes. Muret e saj bajnë ditori. Në çdo klasë ne marrim njohuri. Mësuesit e dashur na udhëzojnë, na mbështesin e inspirojnë. Urime 7 vjetore shkolla jonë, urime për çdo hap e çdo arritje. Qofsh gjithmonë simbol i dijes, oazë e dritës për brezat që do vinë. Emin Duraku, birja dheut me zemrën prej gurit e shpirt, prej dheut nuk pyeti për plum, as për zinxhir, që vatonin e vet ta shet të lirë, me push në dorë e zemër trimëri, u bë frymë frymëzimi për çdo shqiptari. Ai nuk vdes, kur liria aju
Oi Martin, Mori, Maxi.
mirënjohje edhe për sekretaren e shkollës, Vendlira Bytyqi. Programin festiv vazhdoj me poezi ku do të recitojnë nxënësit e klasave të 6-ta dhe të 7-ta dhe më pas nxënësit e klasave të 6-ta do të performojnë një pikë baleti klasik, ndërsa nxënësi Dasa Shala interpretojnë poezinë gjuhës shqipe. Adem Jashari, flaka e liris, në tokën e Shqipnis, fym. Adem Jashari, flaka e liris, në tokën e Dardanis, në zemër Shqipëris, lindi një burr si flake të rimëris, me pushke pes, me shpirt të qelikt, jetën ja fali, lirisë prish. Si ishte thjesht një luftetar, as veç një burri atë dheut. Ishte flaka që sushua, ishte zemra e dhimbjes e dheut. Në prekazu ngrit, si shkëmbi lart, me pesën e fort, me zemrën e zjart. Familje e madhe, kashtjellë qëndresës, flamuri valonte, pi pragun e pesës. Kur armiku trokiti, spati më ndalë, plumbat u kthyen, vargjet e gjallë. Se liria jote në zemrën arri, si flaka që digjet përjetësisht në histori. Vatër diturie, shkollë, vatër diturie, e zotruese e mandjesime, krenari që t'i kalon pritje e gjdo horizont të jetës. Ti e mbretëresh, e fronti yt është dheu i njohur i luftëtarëve, e sot unë ti ata do të bëhemi krenaria jote, se ti për ne e besa, nëna, pragu e vlera. Sot e nesër për gjithmonë, shkollë rrugës tënde qofsha gjithmonë. Adheu thret, i bëhem gjak, i bëhem asht, i bëhem gur kështjele, duar kryq si mund të rion, pa ja lidhur një plag, pa ja hapur një sy, kokën e lodhur pa ja mbajt ndërtuar, dhe jetën ja kam borç, t'ja kthej shpindën nuk mundem dot. Vaj fëmijëve, a harrohet, dhe kullat, dhe këngët, dhe varet, amaneti mos me vdek në dhejtë të huaj. Kur flet burri, atë dheu merr frym lirisht, e të rridhet hasmi, edhe në dreq të mallkuar, kur s'ka të dhej, s'ka zemër. Të falem o Zot, atë dheu më pret, tung Evropë, atë dheu më thret. Bilgi bahçesi, sabahın serinliğinde açılır kapılar. Bir gizem sakladır umutlu yollar. Tahtada yazılı düşler uçar, bir harfle başlar umutlu yollar. Sıralar sessizce anlatır bize geçmişin izlerini günün.
Bir öğretmen bakışı yetmez mi size? Kalbe dokunur, düşer yıldız gece. Zil çalar, sevinçle dağılır sesler. Oyunla karışır masum hevesler. Okul bir yuva, hayaller besler. Geleceğe atılan ilk cesur eser. Vendi imi heshtor, shtëpi plot njerëz, o borë, plot gjallëri, rrugët plot fëmi, ky ishte vendi im, shtëpi pa njerëz, o borët dhe zbrasta, rrugët boshe, ky është vendi im. Çka ndryshoi? Ku shkuan njerëzit? Pse shkuan njerëzit e vendit tim? Heshtja monotone që çdo gëzim ka tretur, tash po mbretëron në vendin tim të heshtur. Okul, sevgi, saygı ve sabır aranan vasıflardır. Burada büyür hayaller, belirir meziyetler. Bazen olur oyun yeri, bazen ise yarış pisti. Heyecan ve mutluluk var, sıkıntıya çok az yer var. Sorunlardan kaçarız, öğretmene koşarız. Patırtılar olmazsa bizler çocuk olmayız. Arkadaşlar can olur, dertlere derman olur. Her çocuk bir kahraman, anılar roman olur. Okul güzel bir yuvadır. Okul güzel bir yuvadır. Bilgiyle dolup taşar, kalem kitaplarımız geleceğe yol açar. Öğretmen bir dost gibi hep yanımızda olur, her sabah sevinçle kalbimiz okulda olur. Gjuhës Shqipe, e vetari pari, e vetari dyti, kur themeli Naum Petriti, lullzuan shkronja si lule prilli, nga pena jote Kristoforiti, tre vlezit frashi me sy shqiponje, nga një pik gjaku i dhan qdo shkronje, Koto hoqi e hoq Nasini, puna juajnë themeli hyri. Gjuha Shqipe mësohen klasa, mendimin tënde pashkovasa. Në zemër ki shkollën, ish zemër martiri, në tokë për ullemi, pandeli sotiri. Pa besit vran, e në nadigje qani, nderime për her papa në govani. Qakun maruani, në trashëgim ta keni, dhe ne ta mjallëm hero Petronini. Qaku i ti pasër, tokën e skuqi, ata i do një historia, ju ish kura kuqi.
Zan besën, buri, pendën burakuqet, pushkën bajancure, lavdi poetit, jehan refreni, syt na u hapën mësues mi qeni. Krenar e shkolla, krenar vatani, për dije u shkrine Aleksandr Gjuvani. Rrugën që e nisët, mëtej, ne e quam, në kujtimin tuaj, njëherë u betua. Për të shajtën gjuhën shqipe, si thesari kombit ton, ftojmë nxënësit e klasave të 8 të interpretojnë recitalin Dy ngjyshja gjua shajt kuqëzi. Programin e vazhdojmë me kërcim artistik nga klasa e 9 nga paralele turke dhe shqipe, dhe më pas me një emocion unik do të interpretohet poezia Gjua shqipe e të madhit Axher Shpishta nga nxënësja Sara Bakiqi klasa 9. Gjua e shajt kuqëzi.
Kuqezi. E bekuar qoft ajo goje arbrit që për herë të parë të belbëzoj. E bekuar qoft ajo menje ndritun që me pen të art në libër të shkroj. O gjuhë Shqipe, gjithonse ta na gjuve, dyngjyrqa gjuhë e shajta jonë Kuqezi. O gjuhë njërë të dejvet me, në të cilën të rasnon, bab, motër e vlla, o trungë me dek gjuhësh, i tonës lashni, si ti e pasun, askund nuk ka, sa her qaj, qesh, o trime mbi trime, shkruaj vargje, kong knaj, për 7 palqe e tokë, o gjuhë e babës e nanës time, zbashku me ty fluturaj. O gjuhë Shqipe, ujvar margaritarësh, që përfatson shpirtin to pellas të lirë, që shkumëzon kaltëri valbone mirush, e që në zemra këpush të zingjirë. As të gjuhë tjetër madhështin tënde, jo në botë nuk mundet me e pas, se me këtë gjuhë magjike e hynore, edhe djeli me qilë, hana myazi, armisht plas. Gjuhë Shqiponjasht e skifterash, gjuhë burnesh nanasht kësaj toket herojve, gjuhë e Skënderbeut, Ademit, Zahirit, e të tanë ledun shqiptaris dragojve, gjuhë e Veçit Hargjit, Gurakuqit, Mjedës, Naimit, Fishtës, Nolit, Migjenit, që jep gurgullime dalgëzime të amla Shqipe, Drinit, Bistricës, Lapit, Punës e Shkëtzenit. Oh, nina nana e shenjt në çdo gojë shqiptari, që me shkolla ari na knove na të vendën djep, pa shkolla tuas na shkruat as gurvari, e ne strosim det, mal, lise as plep. Ligjëron me këtell të sikroj në çdo gjallë shqiptare, Ashtu si që gjërove në Brezni, o gjuhë Shqipe, gjithonse e tana gjuve, dyngjyrqa e gjuhë e shajta jonë Kuqezi.
Gjua shqipe, por si kanga e zogut verës, që valzon blerim të prillit, por si ambi flladerës, që limon gjitë e drondofilit, por si vala e bregu detit, por si gjama rëfes qëtare, por si ushtima ti tërmetit, një ashtua gjua jon shqiptare. Ah, por shte ambël fjalla saj, por si gjumi me një kërthi, por si drita pjotu saj, por si gazi pa më shtri. Pra, malkunja I bish shqiptari, që këqut perenis, trashkim që në laj pari, trashkim nuk e la edhe I fnis. Edhe ati ju thoft po goja, që e përbus në quh hinore, që në gjutë huj kështë sosh nevoja, fletet vetën lembastore. Në gjushype, nana tona, Shqiprej djepit në kanë thanu, nëse është një zot që do t'a dona, nja që jetë në ka dhanun. Edhe Shqip në thanë se zoti, për Shqiptar Shqipnin e fali, se sa të enden s'ti në moti, do t'a gësojnë këtë djallë bas djalli. Pra Shqiptar, qdo fes që t'jeni, gege toski malsi qytete, quhen tuaj kur mos Stalini sa tjetjeta, po për të gjithmon punoni, se sa të mbani gjuhën tuaj, vendi juaj fisën zakoni, kanë me umbajt lërkon besuaj. Prandaj, prane do një fisin, mali bregu dhe malsia, prej një goje sot prohrasim, me gjutë vetëm të naft Shqipnia. Në shekuj në ka përsjellur tradita e bukur e valleve tona popullore, me shumë përkushtim dhe dashurin ndaj tyre. I ruajmë dhe I kultivojmë. Ftojmë vajzat e klasave të 8 dhe të 9 të vallëzojmë vallen Vjela e Mollave. Kjo do të jetë pika e fundit e këtij programi festiv. Me shpresë se keni kaluar bukur, ju falenderojmë për pjesëmarrje. Mirupafshim në festa tjera. Programımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Mysafir të nderuar, ftojmë të merrni pjesë në koktejlin e rastit të përgatitur për nder të 70 vjetorit të shkollës sonë, po ashtu edhe për një vizitë ekspozitës së sonë të përgatitur nga piktorët e ri.